E para me të cilën pejgamberi alayhi salatu selam i ka edukuar gratë e vetë, cila ka qenë në Kur'an të ndëruar vëllezër, dy shtylla të imanit vijnë gjithmonë të theksuara. Për shembull, ne në Kur'an e gjejmë imanin në Allahun, imanin në ahiret, imanin në melaqe, imanin në libra, imanin në të dërguar, imanin në kader. Këto janë shtyllat e imanit. Mirë, po kur e gjejmë Kur'anin, cilat i thekson, dy i thekson. Gjithmonë dy i thekson. Apo andaj ka qenë një orë në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam se kush i ka theksu këtë të dija, o llogarit se o të kuptu imanin. Andaj dhe hipokritat kur kanë ardhur te pejgamberi alayhi salatu selam, çfarë i kanë thënë? Besojnë Allahun dhe ditën e llogarisë. Në surën Al-Baqara, fillim surës Baqara e kje, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dhe ka për njerëzve që duke aktruar rolin e huaj, thonë ne i besojmë Allahut dhe ditës së fundit. Pse vjen Allahu dhe dita e fundit e theksuar në Kur'an? Nga se kanë thënë dietarët, për ta realizuar qëllimin e Allahut, s'ka mundësi praktike as teorike nëse e largon llogarien, përgjithësinë. E me çka i edukon te pejgamberi alayhi salatu selam gratë veta, me mësime të shumta të fejes, me një pajisje, me një mësim shumë të rëndësishëm. Cila është ajo? Pas Allahut. Normal, pas Allahut dhe besimit në Allah, cila ishte përgjithësia. Mbani mend, krejt feja e Zotit, krejt imanin në Allah, po e heke përgjithësien, krejt bje. Domethënë, një njeri nuk është i përgjithshëm, nuk do me dhënë llogari, nuk e di që ka më morë në llogari. Ky, edhe nëse duket besimtar, her do kur do, o e merë me tonë llogarin, edhe përgjithsin, ose i bje imani. Ose i bjen imani. Andaj ka ardhur shumë hadithe nga pejgamberi alayhi salatu selam se s'ka imana i cili s'ka emanet. S'ka imana i cili s'ka përgjithsi. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam familjen e tij e edukonte me këtë parim, të cilin ja tha edhe krejt muslimanëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha sa'ilun kull ra'in amma istar'ahu e hafidha dhalika am dayya. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke e rëndit domethënë hierarkin e mësimeve në familjen e vet. Tha Allahu xhelel xhelalu, do ta merr në pyetje si cilin kujdestar për ato çka i ka pasur në kujdes. Kanë thënë komentatorët e hadithit, pi ma i të madhit deri te ma i vogli. Pit ma të madhit deri te ma i vogli. Pit e sultani deri te ai i cili vetet edhe për diçka shumë të vogël. Deri te punëtori ma i thjesht për xhilpanën. Nëse dikush të ka thënë maje çka xhilpan, amanet e ki, ka me të vetë Allah, a ja ke majt? Asa ke majt? Si ja ke majt? E kështu me radhë. Andaj tha alayhi salatu selam, s'ka ndonjë i ngarkuar me përgjithësi, vetë se Allahu ka me vorën pyetje. E ju e dini se me morën pyetje njerin oran. Kur e merr baba në pyetje e vladin, kur të morën pyetje dikush, kush do qoftë, apo përpara kur i kanë marrë komunistat në pyetje muslimanët, o llogarit si bar, apo marrja në pyetje e madhe. E Allahu xhelalu ala e mësoi pejgamberin alayhi salatu selam që edukimi të nisë pikto. Mësoi një herë se do të mirën llogari. Pra ti si burr, kallzoj grujës se unë përgjigj për tyje. Unë përgjigj nëse si ti në rregull. Në kuptimin nëse unë nuk përcjellit të mësime e pastaj ti çfarë bën me ato, është llogaria që jep përpara Zotit te bareke ve teala. Tha pejgamberi alayhi salatu selam, do ta pyet Allahu, a e ke rujt kujdestarin? A e ke hum? A e ke rujt? A e ke hum? Derisa do ta pyete Allahu xhelel xhelaluhu burrin për gruajën e vet. Derisa do ta pyete Allahu te bareke ve teala burrin për gruajën e vet. Domethënë nalet burri dhe gruaja përpara Zotit xhelel xhelalu. Për krejt llogarit çka jep, e vetë Allahu me gruajën si ja ke bë. A e ke duku? A e ke bë tërbije? A e ke vendos në shtylla dhe rregulla dhe parimet e Zotit te bareke ve teala. Kjo është parimi i parë me të cilën pejgamberi alayhi salatu selam i ka edukuar gratë e veta. Pra ju ka kallëzu se unë merrem llogari për juve. Edhe ne si burra dhe si cili që është i martuar, apo don me martu djalin, apo don me martu vajzën, mos t'i kallëzoje se çka do të më bëj ajo prej kuzhinës. Ato mirën vesh. Apo mirë, po kallëzoje se dush me rujt moralin, dush me rujt fejen, je i përgjithshëm përpara Zotit te bareke
wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Omeri, ka thënë alayhi salatu wassalam, çdo njeri pi juve është kujdestar. Ra'in, arabët ra'in i thënë çobanit i cili ruan dele. Mirë po ra'in i bje ai i cili kujdeset, se çobani kujdeset për delet e veta. Ka thënë alayhi salatu wassalam, çdo njeri prej juve është përgjegjës. Shiko, feja s'ka në hajgaren fe. Nuk ka me ka përci gardhin tu ik. Jo, nalo. Je i përgjegjshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kret fejën e ka ndërtu me përgjegjësi. Me përgjegjësi. Andaj një ditë për ditëve, kur u tregu për disa prej rasteve se njerëzit ka mundësi me kanë i paturpshëm apo nuk le gjurmë fjala e mirë të ai, çka tha alayhi salatu wassalam? Asi mos të dvejnë e marrë e ma shka dush. Do më thanë, po u shkull marrja. E marrja qka? Nëse e zbërthen marrën. Por shemë ne kur i thojna, një njeri shumë i vike marrë. Marrja është gjurëm, është efekt, pi ku buron, pi përgjëtsijës. Por shemë, kur ti se ke kry një detyr, edhe di se tash dikush ka me thonë, a se ke kryja, ti janë i stukuq, janë i gjenë marrë. E pse të gjenë marrë, se ti e i përgjëtshëm. Andaj e përmenë ligjëratën e kaluar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo ditë ka qenë në moralin e tij si beqarja e virgjër kur hi natën e vëndris. E mlume me marrë, i mlume prej marrës alayhi salatu wassalam. Andaj tha alayhi salatu wassalam, çdo njeri prej juve është përgjegjës dhe çdo njeri prej juve do të merret në pyetje për ato çka i ka pas kujdestari. Ka me të morë Allahu xhela, ka me të vetë. Për gruën tane, për evlat të tu, do ta shohim te evlat tani jemi te gruaja. Do të vëse Allahu te bareke ve teala për përgjithësinë që ke pas ndaj gruas tane. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, komandanti i cili është mbi njerëz, o prisi i cili është mbi njerëz, ai pyetet për popullin e vet. E ai i cili është përgjegjës vetëm për familjen e vet, ai pyetet për ta. Po njëri thot, unë shoqyr s'kam përgjegjësi, s'kam ndonjë post të madh. A e keni gruaje? Po, por çfarë kemi marrë llogari? A e keni evlat? Po, për çfarë kemi marrë llogari? Për dy kemi marrë llogari. Sa ki nën përgjithësi për ato mirës llogari. Andaj dietarët thanë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e rregulloi klimën, atmosferën në familjen e vet me këtë metodologji. Cila është metodologjia? Duhet me e bartë në zemrat e grujës, e në zemrat e burrave, edhe në zemrat e kitë familjare. Ne jemi përgjegjës. Ne duhet me dhënë llogari si në dunja e në ahiret. Apo anë një familje që në ta s'ka llogari, si di kush pi e kush ha, kush hi e kush del. Anë njerëz e përdorin. S'ka bereqet në atë familje çka s'ka kujdestar. Apo s'ka bereqet në atë familje çka nuk vetët njani. Shumë para më no supozoje, sa që sharake i shduk, nëse ti e kini djalë 3 vjeqar apo 5 vjeqar, edhe du këshire birjem, unë po t'i la ty parët të shpijës, menagjën ati, 5 vjeti ka. Apo, qa mundet me ndodhë me atë shpi? Mirë, kjo do këtë që sharake, po do njëherë njeri ban 50, po është si 5 vjeqari, se s'ka përgjithsi, së është i kalit, nuk o i gdhen. Andaj i shep lot shtëpia janë kaos, ka anomalit madhe, ka çrregullim të madh. Pse? Sepse s'ka përgjithsi, sviret kërkush llogari aty. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam e ndërtoi familjen e vet me këtë pajisje. Tha kadale se na kena marrë llogari. Ai besojnë Allahu te bareke ve teala, dhe i besojnë llogarisë para Zotit te bareke ve teala. Andaj kjo ka qenë tradita e pejgamberit alayhis salatu wasalam. E dyta, që pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka edukuar gratë e veta. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka shoqëruar gratë e veta në ajetet e mëdha që ndodhin në univers. Pejgamberi alayhis salatu wasalam për dallim nga njerëzit e tjerë, sheh gjëra që si shohin të tjerët, nin gjëra që si nin të tjerët. Atë ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, me ditë ju, çka unë di, pe sherrit natës, e pe sherrit e xhineve, e pe sherrit shejtanëve, ju s'dilni kur natën me hec vet. Apo, me ditë ju, çka di unë, ju nuk keshni, po kani. Mirë po njerëz nuk e din. Apo, dhe ignoranca i ban me kesh, ignoranca i ban me uzbavit. Me ditë ata çka i pret. Por shembull njeriu me ditë, çish kam ia marr shpirtin me leku i vdekjes, apo ai kur s'kesh. Allahu ja ka marr këtë dije që të zbavitet, apo, dhe kjo për rahmetit Allahut te bareke ve teala. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tregon njëra prej grave të veta, Ummu Salama radhiyallahu anha, thot
pejgamberi alayhi salatu wasallam një natë prej natëve u zgju i trishtuar. U zgju i trishtuar dhe tha: Subhanallah, i madh është Allahu, i pastër është Allahu. Sa ka zbrit Allahu prej begative, edhe sa ka zbrit Allahu prej fitneve. Shikoj, ka zgju natën, edhe ka thënë Subhanallah. Sa e mira ka zbrit, e sa fitneja ka zbrit. Pastaj ka thënë: kush pitrazon këto gra që janë në përdhoma. Dhe përmendëm se pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka pas 11 gra në jetën e vet. 9 gra për një herë. 2 i kanë ndek, tu kanë ai gjallë, 9 kanë ndek, pasi kanë ndruar jetë ai. 9 gra i ka pas rën në përdhomat e veta. Kur i ka zbrit njëra prej ajeteve, apo i ka lajmëruar Allahu se o të zbrit hajri madh edhe sharri madh, çai ka thënë? Ka thënë kush pitrazon, kush piçon prej xhumit, këta të cilat janë për gratë veta, që të falin namaz. Rubbe kasijetin fi dunya, arijetin fil akhirah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sa e mbuluara këtë dunja, është e zbuluar në ahiret. Pra sa njeri këtu doket sikur është i mlum, nuk shihet pra te aje keqe, por në ahiret ndron muhabeti. Ndron muhabeti. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte traditë që madhështit që i shifte ai ti shoqëron edhe gratë veta. Andaj çka tha? Çunu falno. Në ti trazoje këto dikush, le të farem se ka ndodhur një madhështi në univers. Dhe ka ndodhur dietarët, pejgamberi alayhis salam me këta i edukonte që mos të rinë rahat. Ne të shoqërohen me atë çka e ndjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam për traditën se kishte, sidomos në Ramazan, pasi që edhe jemi në Ramazan, ka ardhur nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur Ramazani e ka shtrënguar rripin. Është përvesh mirë. Thot Aisha radhiyallahu anha e ka shtrënguar mizerin, ato pantallona që i kanë pas në traditën e tyre, dhe e ka gjallnu natën, ka fal namaz natë shumë. Edhe na ka trazu neve mu fal me ta. Thot, kjo s'ka qenë tradit me na trazu për namaz në file pos Ramazan. A gjatë ditëve jashtë Ramazanit na ka trazu e vetëm për vitër. Shiko për nësëm si ka podollimin. Gjatë përditshmërive pejgamberi ka fal namaz. Ka fal. Pak para se mu afrue sabahu, i ka trazu gratë vetë, ka thonë, që në fal në vitrin. Pra ju fal në veç vitër, se vitri është, do më të disa prej djetarëve, vajib, si që është të mëdhebi Hanefi, e të tjerë është sunet i fuqishëm. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam vitrin e ka madhru shumë, jashtë 5 vakt namaz. Mirë po, thot Aisha, në Ramazan na çojke për namaz natë, që në falnu. Por shembull, burri në familjen e vet, nuk duhet më thonë, që unë ta pruna mallin, vazhdo ti. Jo. Mallin ta pruna me hangër, po çu marr abdes falu. Apo i thu fëmijëve tu çu falno. Pse? Kështu i edukon ata. Fëmia edhe familja duhet me ndjej dikush që po i drejton ata, po i menaxhon ata. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra i ka nxit në adhurim shtesë në Ramazan. I ka nxit dhe i ka shtyje, dhe i ka trazu, ka thonë, çu, no pi xhumit, çu e gruaje falu. Kjo ka qenë Ramazan në file. Gjatë përditshmërive e ka çu veç për vitër. Ka thonë çu fale vitrin. Pra nuk i ka ngarku me atë që e ka bëhaj sallallahu alaihi wasallam.